Dardan, veç po ta jap mikrofonin, kemi me fol më pas. Faleminderit, mirë se erdhe. Nëse shumë ti mbote urre telefone, gjithmonë janë të zënë dhe unë asë nuk kuptoj. Do shta numrin e gaboj, do shta emrin të haroj, do shta unë të dashuroj. Dhe prap lidhja është të zënë, kur të kërkoj unë, sa të dua si të tregoj. Dhe prap i thuaj në nësate, bisedën ta shkurtoj, unë nuk mund të qëndroj. Mëse shumë ti mboti urej telefone, gjithmonë janë të zënë dhe unë që nuk kuptoj. Do shta numrin e gaboj, do shta emrin të haroj, do shta unë të dashuroj. Bitelat e telefonit zotë po këndoj, për i natin tim dhe unë prap as që nuk kuptoj. Do shta numrin e gaboj, do shta emrin të haroj, do shta unë të dashuroj. Dhe prap lidhja është e zënë, kur të kërkoj unë, sa të dua si të tregoj. Dhe prap i thuaj në nësate, bisedën ta shkurtoj, unë nuk mund të qëndroj. Mëse shumë ti mboti ure telefone, gjithmonë janë të zënë dhe unë asë nuk kuptoj. Do shta numrin e gaboj, do shta emrin të haroj, do shta unë të dashuroj. Dhe prap lidhja është e zënë, kur të kërkoj unë, sa të dua si të tregoj. Dhe prap i thuaj në nësate, bisedën ta shkurtoj, unë nuk mund të qëndroj. Sa të dua si të tregoj. Dhe prap i thuaj në nësate, bisedën ta shkurtoj, unë nuk mund të qëndroj. Dhe prap lidhja është e zënë, kur të kërkoj unë, sa të dua si të tregoj. Dardan, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Si e burrë. Të e nkry mire, ma tu që të shojnë. Jo seni, mirë? Mirë. Këngën sa po e dëgjuam, pa lidhje. Ishte këngë rinis një rinie, me plan të entuziazm, a? Kjo është me i rikujtu pak ato dite vjetra, ndoshta edhe shikuesve me jo rikujtu, apo njerëz se kanë di asnjëherë. Kemi bua muzikë të mirë edhe para 30 vjetë. Ja, muzikë të mirë, muzikë shumë të mirë. Absolutisht dhe ju keni qenë qoftë si karriera solo, si individ, si grupe, ato trëndafilat e bukur që e keni bë jetën artistike dhe muzikore fantastike dhe me zhanre të reja, do më thonë me... Në realitet, muzika jote, cili zhanri ka taku që në fillimet e veta? Unë dhe që i vetën rocker pak ma shumë, se që jam flenë në zemër, po në që jam përqëndru, s'kom vetë vetëm në një stil, jo mundu, e kom kërku vetën disa stile, se kom gjithë askon po mdo këtë. Jo, absolutisht. Unë e mbaj mend që na kemi folë shumë atër për ty, Dardan. E ke që është që na ike? Në vitin 90 apo 91? 91-ën, komik. Po e quaj ike, se ike pozitive, kështu në... Po në dëgjona unë, ajo nuk ka qenë ike, ka qenë, unë kom studio arkitekturën, sa po e fitova kushtin për vit 4, gitarën kredo unë nisa në Evropë, një farë pushimi, veror, pak ma gjatë, kom këndu në për rrugë të Evropës, kom shetit andej këndej, deri sa babim lemroj që... Ishte dhe modë në atë... Po, ka qenë një farë andre, për neve, sidomos këtu me papak Evropë, sende, si që është andre edhe tash, po s'faku tash, dhejse asa tërë s'kem pas viza, dhe tash mirë që s'ka viza, kemi qenë të izolum një farë mënyre dhe
kemi dashur me pas sa më shumë edhe atëherë, sikur tash. Edhe në një moment babi më tha ta kanë mbyll fakultetin, s'ke s'ka lyp momentalisht këtu, gjendu qysh mundesh edhe mbeta. Edhe u gjete përfundove në Zvicër. Përfundova në Zvicër, si krejt bota. Si krejt bota, Si krejt shqiptar. si krejt dënjoja. Në Zvicër, kom Ti nuk je lapjan se je shkrel, Unë jam i Rugovës. Rugovas. I lindur në Mitrovic, po Rugovas. A i lindur në Mitrovic. Po. Në Ndoshta prej aty të ka ardhur ai Roku edhe ai protesta nga Rugova, një po ju shkrelët edhe të shpërndar, goxha, gjithandej. jemi shpërndam, fatkesisht, si krejt populli, pike 5 mi bo atëherë, çka me bo? Në Zvicër tash veç u bën shumë vite. Në Zvicër jam bo ma tepër vite, i bëra në Zvicër se sa që kom qenë këtu, mirë po, edhe pse fizikisht në Zvicër, ne që jemi jashtë, ne jemi shumë të lidhëm për Kosovë, për Prishtinë, është një farë, jo ndo farë fijeve të padukshme që po na mbajnë dhe qysh, po na lojnë rahat as atje, edhe kur po vim këtu pe gjejmë vetën, ndaj edhe një farë. A ishte muzika ajo që, ajo gjëja, ai segmenti që mos lehti e shprehje edhe dhëmbjen edhe dashurinë edhe mungesën e Prishtinës, Kosovës. Muzika është ai ka qenë qaj fenomen që ndoshta në momente caktume na ka rikujtu gjitha ato mungesa që i kemi pas atje. Mirë po këtu, unë të thash, këtu është gjithçka na lidh me Kosovën, gjithçka na lidh me Prishtinën. Janë shoqëria, janë Prishtina vetë. Si e kujton fëmirin tënde? Ku ke kry filloren? Unë kom kry filloren në përpara që e Vladimir Nazar, tash është Naim Frashëri. Naim Frashëri. A i kemi zëvendësu mirë, kur i kemi zëvendësu dorën zemër i kemi gjithë. Perfekt. Ato kërkesat e shpirtit tonë. Perfekt. Pastaj kom qenë në Sami Frashëri, i Vollolla atëherë. Po. Edhe mandej kom qenë Shtjefan Gjeqov, që është hala Shtjefan Gjeqov, edhe atëherë ka qenë shumë mirë. Edhe pastaj kam studiu arkitekturën edhe komercialen në Pej, njëkohësisht. Ata komercialen në Pej? Po. Dardan. Absolutisht.